Nada, janë 7, do doja të dija me ty për 7 shtetet e fushbetejës, pra është Arizona, Georgia, Michigan, Nevada, Carolina e Veriut, Pennsylvania dhe Wisconsin. Ku duket gara Pennsylvania? Është shteti që ka më shumë vende në kolegjin zgjedhor dhe që natyrisht ka dhe më shumë vëmendje. Deri tani si ndjehet vota dhe si janë pritshmëritë në këto 7 shtete që janë dhe fushbeteja për zgjedhjet aktuale? Gara është e ngushtë mes të dy kandidatëve në këto 7 shtete të fushbetejës dhe sigurisht që vëmendja është përqendruar jo më kot tek Pensilvania që ka 19 vota elektorale. Në total të 7 këto shtete kanë 93 vota elektorale. Nga përllogaritjet që kanë bërë ekspertët duke patur parasysh edhe shtetet që i kanë të sigurta vetëm nëse ndos diçka e madhe për ato dy kandidatët, zonjës Harris do t'i duheshin edhe 44 vota elektorale të këtyre 7 shteteve, ndërsa zotit Trump do t'i duheshin edhe 51 vota elektorale të këtyre 7 shteteve, që të mund të siguronin minimumin e mundshëm për 270 votash për t'u shpallur president të Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Por, si kundër e thash, sondazhet edhe sot që flasim tregojnë një garë të ngushtë, një luftë betejë politike dhëm më dhëm mes të dy kandidatëve dhe të shohim se kush do të fitojë. E qartë, mirë. Menada, unë të falenderoj shumë, ishte shumë kënaqësi që folëm, duket se ka pak erë aty në Arlington, Virginia, zona është gjithsesi e bukur, ti do të vazhdosh që qëndrosh gjatë te kjo qendër votimi apo do të kesh? Në fakt shumë e mirë që ka erë, ishte vap, pak të 2 orë më parë. Dakor, të paktën koha ju ka freskuar, ti do vazhdosh që qëndrosh terren derisa të bësh dhe materialet e tjera.